Kinematografia e komunisti kushtoi filmin Toka jon familjes Syku në Shënkollë të Lezhës, duke transformuar të vërtetën historike për t'i vënë në shënjestër dhe për të krijuar reagim negativ ndaj tyre në opinionin fshatar të kohës. Ky ishte një mekanizëm propagandistik i mirë organizuar që shërbeu më pas për justifikuar goditjen sistematike ndaj pronarëve të mëdhenj, të cilët regjimi etiketoi si kulak. Ky proces çoi në sekuestrimin e mbi 1000 hektarëve tokë të familjes Syku, në dënime që në total kaluan 100 vite burg dhe në një stigmatizim të thellë social që goditi familjen për dekada të tëra. Autoriteti Dosi ka kushtuar një analizë të detyruar këtij rasti, duke theksuar se familja Syku nuk ishte vetëm pasi mira familje në gjithë Shqipërinë, u trajtuan sipas një skem represive. Në prezantimin e studimit në Lezhë, krahas pasardhës të familjes Syku morën pjesë qytetarë të rinj dhe nxënës të shkollave, të cilëve ju shpjegua mekanizmi i propagandës së kohës, si filmi Toka jon dhe personazhet e tij si Tuçmaku, i ndërtuar mbi figurën reale të Gjonik Sykut, u përdorën për të krijuar urrëtie publike dhe për të legjitimuar përndjekjen. Sot vim pikërisht në Lezhë për të sjellë në fokus një nga filmat, por edhe historinë e një familje të përsekutuar, të cilës si referohet edhe filmi. Flasim për filmin Toka jon dhe për familjen Syku, përsekutimin që ka patur dhe lidhja që kemi midis figurës së Tuçmakut edhe Gjonik Sykut. Është shumë e rëndësishme për të mësuar të vërtetën, për të krijuar panoramën e plotë të historisë së atyre kohëve, e cila është deformuar, është shtrembëruar në saj të propagandës së regjimit të diktaturës, me qëllimet për ta bërë historinë sipas propagandës dhe sipas politikës së tyre. Është shumë e rëndësishme të mësojmë të drejtat e njeriut, të cilat janë shkelur në atë kohë, dhe duke mësuar kështu ne mund të shmangim të gjitha gabimet e të shkuaras dhe të mos i përsërisim. Historiani Paulin Zefi shpjegoi se kjo ishte doktrina e pasur komuniste, e cila kishte për synim asgjësimin e shtresat e pasura. Pasojat e politikave në kulakëve lanë zonë të thellë në strukturën shoqërore dhe psikologjike kolektive të fshatit shqiptar, shkatërrimi i pronës private dhe eliminimin e shtresës tradicionale të fshatarëve të aftë dhe sipërmarrës, ndopse zhvillimin e bujqësisë dhe pengoi krijimin e një ekonomie rurale të qëndrueshme. Në anën tjetër, stigmatizimi shumë vjeçar shkaktoi trauma të mëdha sociale, armiqësi ndërfamiljare, mbyllje komunitare dhe në kulturë të frikës së shoqërisë deri në rënien e regjimit komunist pranë natë njëshit. Në përfundim, figura kulaku në Shqipërinë komuniste nuk përfaqëson shtresë reale ekonomike, sepse nuk ishte fill, por një kategori të prodhuar politikisht, e cila u përdor si mekanizëm kontrolli social dhe si mjet e eliminimit të pluralizmit ekonomik dhe shoqëror në fshat. Përveç ndëshkimit fizik dhe ekonomik, familja Syku godit dhe në arsim, në mundësinë e punësimit dhe u mbajt në survejim të vazhdueshëm.